Në disa qytete të vendit dje janë mbajtur protesta për shkak të pakënaqësisë së qytetarëve nga ndryshimet e ligjit për trafik, respektivisht dispozitat e reja që lidhen me leje të vozitjes dhe marrjen e automjeteve. Protesta janë shënuar në lagjen e Romëve në Manastir, në Koçan, Shtyp dhe Strumic. Janë shënuar bllokime të rrugëve, djegje të gjesendeve në rrugë dhe revolte e qytetarëve. Banorët e disa lagjeve rome që kishin bllokuar rrugët kanë drejtuar akuza se janë të diskriminuar, duke pohuar se shumica prej tyre nuk kanë kryer shkollimin dhe për këtë shkak nuk kanë kushte për të dhënë provimin për patent shoferi. Lidhur me incidentin në fjalë është prononcuar edhe kryeministri Mickovski. Ai ka kërkuar reagim të ashpër të policisë që, siç tha, të mos përsëriten veprimet e tilla. Razgovarав денеска со upravo со ministrët za natërshni работи. Bisedova në mëngjes me ministrin e brendshëm Toshkovski dhe nga ai kërkova që ndaj secilit që ka shkelur ligjin është kërcënuar, ka cënuar paqen dhe sigurinë të ketë reagim të ashpër, që të mos përsëriten skenat e mbrëmshme të dhunshme. Derisa dënimet e Safe City nuk ndalen, ku sipas autoriteteve brenda 24 orëve janë shënuar 650 shkelje, ku dominon tejkalimi i shpejtësisë me plot 590 raste, në kuadër të ndryshimeve të reja në kodin penal, Neni 297A dhe 300B, automjeti tashmë klasifikohet si mjet për kryerjen e veprës penale, duke i dhënë shtetit fuqinë ligjore për ta sekuestruar atë në favor të Agjencisë për Menaxhimin e Pronës së Sekuestruar, sipas ligjit në fuqi në të cilat raste merret vetura. Sipas një postimi në Facebook të avokatës Leila Kadriu, automjeti konfiskohet nëse kryeni këto vepra penale, drejtim në gjendje të dehur ose në ndrok, shpejtësia ekstreme në zona të banuara mbi 50 km/h mbi shpejtësinë e lejuar, jashtë zonës së banuar mbi 70 km/h mbi shpejtësinë e lejuar, drejtimi në drejtim të kundërt nëse lëvizni në kursi të kundërt në autostradë ose në rrugë me sherita të ndarë fizik, tejkalimi i kolonës në vende ku dukshmëria është e kufizuar, gara të paligjshme, organizimi ose pjesëmarrja në gara të paautorizuara me mjete motorike dhe drejtim pa patent shoferi